Besimi në xhenet dhe xhehenem. Besimi në xhenet dhe në xhehenem është prej bazave esenciale të Islamit dhe mohuesi i tyre, kundërshtari, është jo besimtar edhe nëse beson çdo gjë tjetër. Xheneti dhe xhehenemi janë caku i fundit për çdo njeri. Ndaj nuk ka dyshim se njohja e tyre dhe puna për ta është me rëndësi të veçantë. Prej nga ta dim ne për xhenetin dhe xhehenemin? A ka qenë dikush në xhenet e në xhehenem që të na tregoj për ta? Janë pyetje të cilat mund t'i parashtroj shumë kush. Xheneti dhe xhehenemi nuk mund të njihen përmes perceptimeve dhe zbulimeve njerëzore. Ata i ndjen shpirtin e njeriut dhe i hulumton për një gjë të tillë. Rruga për njohjen e tyre është rruga e shpalljes. Besimi në Zot obligon edhe besimin në botën e ardhshme dhe çdo gjë në të. A thua vëllezër, e ka parë ndonjë njeri i xhenetin dhe xhehenemin ende pa vdekur? Po vëllezër të dashur. Në mesin e atyre njerëzve është edhe i dërguari dhe i dashuri ynë Muhamedi alayhis salam. Ai i pa ata në natën e Isras dhe të Miraxhit dhe na lajmëroi për shumë gjëra që ai pa aty. Si të besohet kjo? Kjo besohet pasi të vërtetohet realiteti i shpalljes së Muhamedit alayhis salam. Duhet të besojmë ashtu siç besoi në të Ebu Bekri radiallahu anhu, me që njihte mirë se kush është ai. Kur jo besimtarët i thanë me shpresë se ai në ato momente do të refuzonte që shoku i tij alayhis salam kaloi gjithë atë largësi të madhe brenda një pjese të natës. Ky shoku yt mendon se shkoi në Jeruzalem, ku është Mesxhidul Aqsaja, brenda një pjese të natës dhe kaloi 7 qiejt tan ata. A e tha këtë ai? Pyeti Ebu Bekri. Po, u përgjigjen. E vërtet është, unë atij i besoj se i vjen shpallja nga qielli për një kohë shumë të shkurtër. E si mos t'i besoj për një gjë të tillë, u tha Ebu Bekri. Je pra vëllezër të nderuar, edhe ne duhet të besojmë në xhenet dhe në xhehenem, ashtu siç besoi Ebu Bekri, halifi i parë muslimanëve pas vdekjes së pejgamberit alayhis salam. Të nderuar vëllezër, a thua se për çfarë na lajmëroi dërguari i Allahut në lidhje me xhehenemin? Transmetohet në një hadith se pejgamberi alayhis salam e pyeti Xhibrilin alayhis salam që t'ia përshkruaj xhehenemin. Xhibrili alayhis salam thotë: O Muhammed, xhehenemi është i errët dhe në të është errësirë e madhe. Sikur një pjesë e xhehenemit, sa gjilpëra, të kishte dalë në dynja, do të kishte djegur tokën dhe çdo gjë që ka në të. Sikur një rob prej rrobave të xhehenem limbe, të ishte varur në ndonjë vend të tokës, do ta kishte shkatëruar dynjan prej erës së rëndë që ka. Sikur një pjesë e ushqimit të xhehenem limbe, të ishte sjellë në dynja, do t'ua kishte prishur jetën njerëzve në këtë dynja. Sikur një ëngjëll prej engjëjve të xhehenemit, të cilët në numër janë 19 dhe janë rojet kryesore të xhehenemit, të ishte sjellë në këtë botë, do të kishin vdekur të gjithë njerëzit nga pamja e shëmtuar që ka ai ëngjëll. Sikur një rreth prej zinxhirit të gjatë me të cilin lidhen xhehenem lind, të ishte sjellë në dynja, do të ishte shafitur toka dhe çfarë ka në të. Kur e dëgjoi pejgamberi alayhis salam këtë tha: "Mjaft o Xhibril, mjaft." Dhe filloi të qaj, e bashkë me të edhe Xhibrili alayhis salam. Pejgamberi alayhis salam i tha: O Xhibril, apo qanë edhe ti që çfarë pozite ke ti tek Allahu? Xhibrili alayhis salam vazhdon të thotë: Ç'më pengon mua që Allahu të më ndryshoj gjendjen time, ashtu siç e ndryshoi gjendjen e iblisit të mallkuar. Po pra, të nderuar vëllezër, po qanë pejgamberi alayhis salam, më i dashur i Allahut, po qanë Xhibrili alayhis salam, engjëlli më i dashur i Allahut, e si është gjendja jonë kur dihet se një pjesë e madhe e njerëzve nuk i bien Allahut në sejdë, nuk e falin namazin? Kush mund të garantojë se nuk do të jemi prej atyre që u thuhet: futuni në xhehenem? Allahu na mbrojt prej xhehenemit dhe veprave të tyre. Amin.